këtu kanë gjunahe, po shprehim kështu në zhargon, të gjitha partit politike që kanë qenë në pushtet prej pas luftës në sektori energjisë, pashmangshëm duhet jetë për mendimin tim një nga sektorët në mos kryesori. Për mendimin tim, në fakt duhet jetë sektori të cilit i kushtohet vëmendje më së shumti, jo vetëm nga vetëvendosja, po nga të gjitha partitë, dhe pikërisht ka qenë mungesa e vëmendjes së duhur, po them vëmendjes së duhur ndaj sektorit që na ka sjell këtu. Dhe këtu kanë gjunahe, po shprehim kështu në zhargon, të gjitha partitë politike që kanë qenë në pushtet prej pas luftës, mos t'i përmend me emra të gjitha, sepse të gjitha e kanë hisen e vetë të mëkatit në këtë që po na ndodh sot, nisur prej procesit të privatizimit, të distribucionit dhe furnizimit, për të vazhduar pastaj me mosquarjen përpara të projekteve që shkarazi përmendi profesori, të cilat do ta bënin Kosovën, sidomos projekti me 2000 megawatt ose me 3000, do ta bënte Kosovën faktor vendimmarrës të rëndësishëm, jo vetëm sektorin e energjisë, por edhe më tej në Ballkan dhe më gjerë, dhe do të ndikonte edhe në zhvillimin e tërësishëm të ekonomisë së vendit, dhe jo vetëm edhe aspekti politik, sepse një shtet i fortë në aspektin ekonomik dhe atë energjisë, kur është faktor që vendos se kush sa paguan për energjinë dhe nuk ka për vete probleme, mund të vendos edhe mund të jetë shumë i rëndësishëm edhe për rajonin dhe Bashkimin Evropian. Çështja është që një gjë që e përmendi adhurimi ishte se ne do të jemi të varur në këtë periudhën e investimeve nga importi. Pyetja kryesore është, a do të jemi të pavarur pas investimeve që po i bëjmë? Sepse investimet që po i bëjmë janë më shumë me remetime dhe harnime të cilat ja zgjasin jetëgjatësinë, pra e shtojnë jetëgjatësinë, e shtojnë edhe sigurinë. Janë të mira që po ndodhin, por a janë të mjaftueshme, sepse në vitet e fundit kemi pa rritje të nivelit të konsumit. Nëse marrim për shembull Kosovën B, me investimet që bën, i shtohen diku 10-15 megawatt për orë secilës njësi, mbase 30 megawatt në tërësi, ndërkaq te Kosova A, kur bëhet, nëse do të bëhet dhe kur do të bëhet investimi në një njësi që do të hyjë në rehabilitim të thellë që është gati i rindërtim, do të kemi prej 130 në 210 megawatt. Këtu po flasim pra për një ndryshim më të madh, sepse i shtojmë rreth 80 megawatt për orë, ndërkaq te B-ja i kemi dy investime që bashk na i shtojnë 30 megawatt për orë. Në total nga investimet që pritet t'i bëjmë, mbase mund t'i fitojmë 100 megawatt për orë. Pyetja është, a janë të mjaftueshme këto? Ideja është që ne duhet të çojmë përpara projekte që na sigurojnë mbulimin e tërësishëm të konsumit dhe na bëjnë faktor që shet energji në rajon e jo faktor ose dikush që është i varur nga vlera. Është fatkeqësi e madhe. Qysh na jemi vendi me rezervat më të mëdha të thëngjillit në Ballkan, prej më të mëdha me rezervat më të mëdha në Evropë dhe në botë, dhe vazhdojmë të jemi në këtë gjendje të tmerrshme që është alarmante për faktin që po flasim për termocentrale që kanë kaluar gjysmë shekulli, që po i afrohen gjysmë shekulli, e ndërkohë prodhimin e kemi në nivelin e njëjtë me sikur para 50 vjetësh, që sigurisht niveli i konsumit ka ndryshuar shumë, edhe nevojat janë krejt tjera.